Arrestimi i Ako Gjukanovićit, vëllait të ish-presidentit jetë gjatë në pushtet në Maltëzi, Milo Gjukanović, ka dërguar një sinjal të qartë në të gjithë rajonin. Perdja e paprekshmërisë së familjarëve të pushtetarëve po shqyet. Bastisjet e 27 shkurtit në Podgoricë dhe Nikšić, sekuestrimi i armëve dhe vendosja e vëllait të ish-kreut të shtetit në pranga, janë parashikuar nga analistët si një test historik për pavarësinë e drejtësisë malazeze. Por kjo ngjarje ka rihapur menjëherë plagën e madhe të Shqipërisë. Pse një standard i tillë nuk zbatohet për Olsi Ramën? Në Tiranë emri i vëllait të kryeministrit Edi Rama prej shpërflitet në korridoret e prokurorisë, në dosjet e homologëve gjerman dhe në akuzat e opozitës. Por ndryshe nga Ako Gjukanović, i cili tashmë përballet me drejtësi, Olsi Rama vazhdon të mbetet një figurë të cilën spak duket se e shmang. Narkomakina dhe dosja gjermane ankthi Olsi. Ajo që bën krahasimin shqetësues për vëllain e kryeministrit janë dosje konkrete që rëndojnë mbi të. Ashtu si Ako Gjukanović u bastis për armë dhe dokumentacion të dyshim, Olsi Rama ka rreth tij një atmosferë të rënduar nga dosjet penale që në çdo vend tjetër do të kishin çuar në hetime të thelluar. Më e rënda është dosja Xibraka, një histori që lidh vëllain e kryeministrit me trafikun ndërkombëtar të drogës. Pavarësisht se Spaku e mbylli shpejt çështjen, provat e dokumentuara nga sistemet TIMS flasin vet. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi e ka thumbuar vazhdimisht qeverinë, duke sjellë në vëmendje se të dhënat zyrtare të sistemit TIMS dokumentojnë se ai ka përdorur të paktën 7 herë narkoautomjetin AA-653-DM për daljet e tij jashtë vendit gjatë periudhës kur ndërtoi laboratori i drogës në Xibrak. Por nuk është vetëm Xibraka. Drejtësia gjermane e ka skeduar Olsi Ramën jo vetëm për laboratorin e kokainës, por edhe për përfshirje në rrjetin mashtrues ndërkombëtar Milton Group, një organizim call center që mashtronte qytetar gjerman. Emri i tij ndodhet në dosjet e prokurorisë Bambergut dhe dëshmitët arrestuarve e cilësojnë atë si shefin faktik të këtij aktiviteti në Shqipëri. Pyetja që ngrihet sot, pas arrestimit në Maltëzi, pse Ako Gjukanović u arrestua dhe Olsi Rama vazhdonte të ecë lirë, madje të marrë edhe role të reja drejtuese. Në Maltëzi drejtësia veproi. Në Shqipëri Spaku duket se ka një tjetër standard për familjen e kryeministrit. Pavarësisht se mediat raportojnë për dosjen gjermane, ku Olsi Rama rezultoni përfshirë në mashtrime milionshë dhe pavarësisht se opozita ka ngritur vazhdimisht zërin, prokuroria e posaçme vijon të mbajë qëndrimin se nuk ka prova. Kjo mungesë provash bie ndesh me atë që raportohet nga prokuroritë europiane. Një pjesë e medias së pavarur ka ngritur shqetësimin se Spaku e ka shpëtuar Olsi Ramën duke mos e përfshirë në dosjen e timore dhe duke ndërprerë hetimet që kishin nisur për rrjetin call center. Ankthi Olsi Ramës nuk lidhet vetëm me të shkuarën, por edhe me të tashmen. Ndërsa vëllai i Gjukanovićit përballej me drejtësinë për aferat e tij në Tiranë, qeveria jep klubit Partizani që drejtohet nga Olsi Rama një pasuri shtetërore prej 12.600 metra shkatror me qira simbolike €1. Ky vendim i Këshillit të Ministrave i marrë në janar 2026 tregon se klima e favorizimit dhe moshtëndërshkimit vazhdon të jetë e plotë. Rasti i Malit të Zi tregon se drejtësia mund të jetë e barabartë për të gjithë, edhe kur ata mbajnë mbi emrin e një ish-presidenti. Shqipëria sot ndodhet përballë të njëjtit test. A do të vazhdojë Olsi Rama të mbetet ai njeri për të cilin nuk ka prova, apo drejtësia shqiptare do të tregojë se ka guximin të hap dosjet që rëndojnë mbi të dhe të shkojë deri në fund të vërtetës? Presioni publik tashmë është rritur. Ajo që ndodhi në Maltëzi nuk është thjesht një lajm e huaj, është një paralajmërim se asnjë vllai i një politikanit fuqishëm nuk është mbi ligjin.